Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë. Meta kishte kërkuar të lirohej nga qelia kundrejt një garancie financiare prej 50.000 eurosh, por kjo kërkesë nuk u pranua nga trupa gjykuese. Gjatë seancës, në mungesë të tij, ishte i pranishëm avokati mbrojtës Kujtim Cakrani. Ai u shpreh se kërkesa për lirim synonte të ishte edhe një dhuratë për ditëlindjen e 57 të ish-presidentit. Cakrani paralajmëroi se vendimi i GKK-s do të ankimohet, duke theksuar se betejë ligjore nuk përfundon këtu. Ai gjithashtu hodhi akuza ndaj trupit gjykues, duke pretenduar se vendimet ndikohen nga komunikime të jashtme përmes telefonatave dhe mesazheve. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024. Ai përballet me akuza për korrupsion, si dhe për pastrim parash e fshehje pasurie.